Test. 1, 2, 3. Ju falemderit lop nga zemra për këtë pritje madhështore, si që ja dini rendin, edhe më lejoni që sot, me qenë se kemi ditë festive, në emër gjithë antarësisë Lidhjes Demokratike, t'ju uroj 36 vjetorin e themelimit të shtëpisë më të madhe demokratike ndërshqiptare, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të falenderoj nga gjithë zemra, gjithë themeltarët e LDK-s, të gjithë udhëheqësit, gjitha niveleve, në gjitha strukturat, që për 36 vite mbajtën gjallë ëndrrën më të madhe shqiptare, për liri, për pavarësi dhe për demokraci. Dhe në këtë 36 vjetor, natyrisht se të gjithë duan t'jenë LDK, edhe kundërshtarët ta na thonë, ne jemi LDK, ne jemi rrugovist, ne jemi më LDK se ata që janë LDK. Si t'u shpregojmë të shkretit, se ata që kanë përbuz Ibrahim Rrugovën për së gjallë e kanë shujt tradhtar, kanë dashur t'i rënojnë përmendoret e tij të ngritura nga populli i Kosovës. Si t'i shpjegojmë se ata që e mbajnë Kosovën të izoluar, mbyllur e nën sanksione, nuk janë as rrugovist, as erë s'marrin nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Si t'u shpjegojmë, gjithve se Llapi dhe LDK kanë ecur bashk që nga dita e parë e themelimit deri më sot, sepse kjo trev ka qenë shtyllë kryesore e shtëpisë sonë politike, jo vetëm si vot, por si bindje, në filozofi, në qëndrueshmëri. Këtu në Llap, fjala e Ibrahim Rrugovës nuk ka qenë thjesht slogan politik, ka qenë udhëzim, udhërrëfim. Këtu është besu në shtet, në institucione, është besu në durim, në vizion afatgjat, edhe atëherë kur rruga ka qenë shumë e vështirë. Llapi juj e ka kuptu shumë herët se liria dhe shteti nuk ndërtohen me ankesa, as me sharje edhe më pak me ndarje për sharje. Shteti bëhet me mençuri, bëhet me organizim dhe mbi të gjitha bëhet me përgjegjësi. Diku me mend, diku me pushk, Llapi është vetë historia e popullit Kosovës. Prandaj kjo trev ka qenë gjithmonë pranë LDK-s, në momentet më të mëra e më të rënda të Kosovës, ka qenë pranë LDK-s në vitet e rezistencës pasore, në ndërtimin e institucioneve të para dhe në konsolidimin e vetë Republikës. Kjo lidhje nuk ka qenë asnjëherë asnjë, ka qenë përputhje e vlerave dhe bindjeve. Edhe sot, edhe sonte, edhe gjithmonë, kjo lidhje na mbetet e fortë. Sepse Llapi është trev e punës, është trev e sakrificës, është trev e qëndrueshmërisë, është vlera në thelb të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Llapi është po ashtu trev që nuk ka kërkuar kur më shumë se sa i takon, por që gjithmonë ka dhënë më shumë se sa është vlerësuar Llapi si rajon. Llapi ka mbajtur barë të rënd historike, barë të rënd ekonomike dhe barë të rënd kombëtare për Kosovën. Dhe pikërisht për këtë arsye, fjala e Llapit sot ka peshë edhe për Kosovën. Të flasësh këtu mes jush, natyrisht se s'është akt i zakonshëm politik, është përgjegjësi, sepse Llapi nuk është thjesht një hapësirë në hartë, është dëshmi e gjallë se ky shtet është ndërtuar nga njerëz të zakonshëm, por me karakter të jashtëzakonshëm, është trev e bujqve që kanë ushqyer Kosovën edhe në vitet më të vështira, është trev e familjeve që kanë rritur breza me ndjen pune dhe përgjegjësie,
është treve familjeve që kanë dhëna detare, patriot të shuar, të epokave që s'përsëritën asnjëherë kur më. Është treve që ka ditur që ndroj drejt edhe atëherë kur shteti ka munguar, edhe atëherë kur drejtësia ka vonuar. Por sot llapi juaj nuk po jeton në përputhje me potencialin e madh që ka. Një trevë me kaq potencial, me rini punëtore, me pozitë strategjike dhe me lidhje natyrore me Prishtinën, kryeqytetin dhe këndej me gjithë Kosovën, po përballet me mungesë vizioni dhe me harresë të plot institucionale. Projektet e premtuara. Projektet e premtuara për ju nuk kanë ardhur në kohën e duhur. Investimet janë shpërndarë gjithandej në Kosovë, por vetëm këtu në llap jo. Zhvillimi ka qenë i pabarabart, dhe kjo nuk është vetëm çështje lokale, është pasojë në gjendje të përgjithshme të keq qeverisës Kosovë. Duhet ta themi hapur pa hezitim, viti i fundit ka qenë vit i bllokadës së propagandës ndaj institucioneve të Republikës Kosovës, ndërsa 5 vitet e fundit kanë qenë vite të humbura për gjithë shtetin. Institucionet e vendit, ato që kemi undruar gjithherë, janë të paralizuara. Ku vendi ka humbur rolin e vetë kushtetues, qeverisja ka humbur rrugën, ka humbur orientimin e vendimarrjen euro-atlantike, që kemi amanet mes breznive. Dhe mbi gjitha, dialogu shoqëror, uniteti kombëtar është zaventësuar me sharje, është zaventësuar me ofendim, e mbi gjitha me përçarje të jashtëzakonshme brenda shqiptare. Kjo nuk është Kosova që kemi ndruar gjithherë, prandaj për këtë Kosovë LDK-ja duhet të ngritet në këmbë edhe një herë. Sepse gjendja ekonomike është e rëndë mes jush. Familjet po përballen me rritje të vazhdueshme të kostës së jetesës. Çmimet janë rritur, por rriten, do të rriten përderisa kemi popullistët në krye të vendit. Shpenzimet janë shtuar, do të shtohen, ndërsa të ardhurat tuaja kanë mbetur prapa. Prindërit tanë, prindërit tuaj, prindërit e Kosovës po punojnë më shumë, po sigurojnë më pak. Në një trevë ku familja ka qenë gjithmonë shtylla jetës shoqërore, kjo goditje ndihet thellë, ndihet rënd çdo muaj dhe secilën ditë për ditëshmërisë tuaj. Njerëzit e llapit që për dekada të tëra kanë punuar e ushqyer Kosovën dhe familjet e veta, sot po përballen me pasiguri të madhe. Bizneset e llapit sot janë pa treg të sigurt, pa çmime të shndrueshme dhe pa mbështetje të vazhdueshme të vetë shtetit. Puna e tyre lihet në mëshirë të fatit. Dhe kjo është padrejtësi për një regjion që ka potencial të jashtëzakonshëm të jetë motor i zhvillimit ekonomik të gjithë Kosovës. Trit e Podojevës janë punëtor, janë të aftë, janë plot energji, por sot shumica për tyre po mendojnë largimin nga vendi. Jo sepse nuk duan e nuk e dojnë vendin e tyre, por sepse nuk shohin perspektiv në vendin e të parëve tyre. Studiojnë, diplomohen, besin pa punë e në pritje. Dhe pritja gjatë shndrohet natyrisht zhgënim. Dhe kur një trevë si llapi humbë rinin e vetë, ajo humbë vetë të ardhmen e saj. Edhe të moshuarit tonë, po ndjejnë peshën e gjendjes së tanishme, pensione të pamjaftueshme, shërbime shëndetësore të vështira dhe të parrëtshme, por t'ju arritur dhe ndjejnë se janë harruar në vazhdimsi me lëmoshën që e marrin në fund muajit. Njerëz që kanë punuar gjithë jetën, sot jetojnë me pasiguri për të nesërmen. Kjo nuk është as e drejtë dhe as e denjë për një shtet që pretendon zhvillim, drejtësi dhe barazi. Kjo është gjendja, kjo është diagnoza dhe pikërisht sepse e themi hapur këtë realitet, sot mund të flasim edhe për zgjidhjen, sepse kritika pas zgjidhje është zhurmë e Kosova është ngopur për 5 vite të plota me kritikë pas zgjidhje me zhurmë. Nuk kemi kohë më për zhurmë. Kosova dhe llapi dhe ju ka nevojë për rikthim të shtetit funksional. Jo për eksperimente, jo për improvizime, jo për parulla propagandistike, për përgjegjësi shtetare. Dhe këtu na vjen lidhja demokratike e Kosovës,
shtëpia më e vjetër politike e Republikës Kosovës, partia me listën më të mirë garuse në zgjedhjet e 28 dhjetorit pa asnjë dyshim, shumë larg nga të tjerët. LDK nuk është parti as e zhurmës, është parti e punës, është parti e shtetit, është parti e institucioneve. Është parti që ka ndërtuar këtë republikë dhe di shumë mirë se qeverisja është barë e nuk është privilegj. LDK-ja ka ekip, ka përvojë, ka kuadro dhe ka njerëz që dinë të marrin përgjegjësi në momente vështira. Por mbi të gjitha, LDK-ja ka një plan të qartë, një plan të matshëm dhe të realizueshëm për 4 vite të ardhshme. Dhe çdo zotim që po japim sot e në këtë fushat do të jetë një arsye e qartë pse po japim ne si shtëpi. E nisim nga familja, sepse aty nis gjithçka. Familja për LDK-n dhe të djathtit është pasuria më e madhe kombëtare që populli ynë ka sot. Në Llap gjithashtu familja ka qenë gjithmonë institucioni më i fortë shoqëror. Por sot ky institucion është lënë në presion të madh, ekonomik dhe social. Prandaj duhet të investojmë fort, të investojmë shpejt, të investojmë shumë në familjen kosovare. Dhe në këtë drejtim do të themelojmë menjëherë Ministrinë e Familjes dhe Mirëqenies në mënyrë që ky digaster të kujdeset për familjen kosovare në çdo etapë të zhvillimit e rritjes së saj, nga lindja e fëmijës deri tek punësimi pas diplomimit. Në këtë drejtim, lejoni të zotohem me këto synime që i kemi si qeveri. Do të investojmë seriozisht në familje, prandaj, për çdo të posalindur Republikën e Kosovës, për gjithë vitin e parë, shteti do të ndajë nga 200 euro në muaj, plot 2400 euro për një familje me një të posalindur. 200 euro në muaj për çdo fëmijë që lind në Kosovë, për vitin e parë 2400 euro për një vjet, në mënyrë që çdo fëmijë të mos ketë brengën e përballimit të kostove të larta të jetesës, e çdo prind i ri të mos e ketë barë lindjen e fëmijës, por ta ketë gëzim, ta shijojë këtë gëzim e të jetojë me plot gëzim. Për çdo fëmijë tjetër, nga mosha 1 deri në 16 vjet, qeveria do ndajë çdo muaj nga 50 euro për çdo fëmijë në Kosovë, me shpresë se të rriten këto shtesa në vazhdimsi, aq sa rritet dhe shteti i Kosovës. Ne do të investojmë dhe në arsim, sepse Llapi ka nxjerrë breza mësuesish, intelektualësh dhe profesionistësh që i kanë shërbyer gjithë Republikës sonë. Por sot mësuesi i Kosovës është i nënvlerësuar. Prandaj është domosdoshmëri kombëtare që mësuesit të vlerësohen përfundimisht, nga një simbol i rezistencës në motor të zhvillimit potencialit ekonomik të Kosovës. Prandaj në qeverinë tonë, që në fillim me rritjen e koeficientit 150 për çdo shërbëes publik në vend, për 80 mësosh, zotohemi se paga e një mësuesit në Kosovë do të jetë plot 1000 euro në muaj. 1000 euro për një mësues është mjaftueshëm për të mbajtur gjallë familjen e vet pa brengën se si të edukoj breznit e tjera në këtë republikë. Kështu ju flasim dhe infermierëve që do ta kenë pagën pas 975 euro, e policëve, ushtarëve, e zjarfikësve plot 900 euro pagë bazë në muaj, secilin muaj me qeverisin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Koeficienti 150 është rritje proporcionale e pagave për 80.000 shërbëes civil në Republikën e Kosovës. 80.000 familje do të marrin rritje substanciale të pagave secilin muaj. Natyrisht në këtë fazë dhe në këtë periudhë mund t'i harrojmë dhe pensionistët e Kosovës. Ata që e kanë ndërtuar shtetin tonë, ata që na kanë mësuar kulturën, traditën, besimin, fenë, na kanë mësuar të sillemi, të flasim, të rritemi, e kanë qëndruar me ne në etapat më të vështira tona, që sot na kanë lënë një shtet, një republikë, një liri, një pavarësi, ndaj tyre kjo gjenerat duhet kujdeset me plot dinjitet.
Pensionet 150 euro janë të pa dinjitetshme për gjeneratën e tanishme ndaj pensionistëve, prandaj më lejoni të zotuam me listën e 110 deputetëve që kemi sot këtu, se LDK janë qeverinë e ardhshme do të rritë pensionet 100%, nga 150 euro në plot 300 euro në muaj për secilin pensionist. 300 euro në muaj për secilin pensionist. Dhe për të rinjtë të Kosovës, pasurinë më të madhe, ata që mendoj largimin nga Kosova, u themi me plot bindje, ju jeni ardhmja jonë, pa rini nuk ka Kosovë, prandaj duhet të angazhohemi me njëherë për secilin prej tyre. Trinjve të Kosovës, u garantojmë programin kombëtar për punësim. Çdo i ri, çdo e re që kryen fakultet, kryen pra shkollë, do ta ketë punën e garantuar nga shteti i Kosovës për 6 deri 1 vjet, për 6 muaj deri 1 vjet, me pak 500 euro në muaj. Nuk ka kuptim një i ri të përfundoj fakultet e të ecë rrugëve e dëshpërohet e të largohet nga Kosova, vendin e parë të punës do të asiguroj qeveria e Kosovës, pak 500 euro për 6 muaj deri në 12 muaj, sa ti marrin komp në fillim, pas ja bojnë qarën vetit sa që dojnë si dojnë. Natyrisht, ne kemi edhe plan për trajnimin e 40.000 trinjve, program kombëtar për trajnimin e 40.000 trinjve që të afsohen, të punojnë Kosovë, të marrin punë në Republikën e Kosovës. Dhe sa për mos mjaftu këtë, LDK është e vetmja parti që ka investime kapitale në vlerë prej 5 miliard euro brenda 4 viteve. Janë projekte madhore infrastrukturore, të rrugëve, to që s'po përfundohen me gjysmë ura e me vonesa, gjysmë rretha, do t'i përfundojmë doktor brenda vitit të parë, unë personalisht do t'jem teren me secilin ministër, secilin dikaster. Llapi ka me pas për ma pak se 12 muaj rrugën e përfundume. $5 miliard euro investime, janë më shumë punë për bizneset tona, më shumë punë për sektorin privat, paga më të larta për punëtorët tonë, të sektorit privat, me të cilët duhet kujdesemi vazhdimisht që kanë kushte të mira, paga të larta dhe paga të rregullta në kontratën private kolektive, që asnjë njeri mos të ketë pasiguri në vendin e punës së vet, po të ketë punë, të ketë pagë, të ketë dinjitet. Për këtë qëndron Lidhja Demokratike e Kosovës dhe për këtë zotohemi unë dhe 109 kandidatë tjerë që më vinë më pas në listën time. Nuk do të lëmanash as shëndetësinë, kemi ndarë plot 500 milion euro për spitalin e ri të Kosovës, investimi më i madh që nga viti 1964 në Republikën e Kosovës. Do ta kemi një spital të ri që njerëzit tonë mos kërkojnë shërim jashtë Kosovës, e shpenzojnë mjete financiare për të shprim. Shteti i Kosovës ka kushte, ka njerëz, ka mjek, ka potencial të ketë spitalin më të mirë që mund të ketë një shtet në rajon. Spital i ri, plot 500 milion euro investim. Pra, këto janë disa prej projekteve tona, ndër më të rëndësishmet, natyrisht dhe më patriotikët, do t'jetë dhe ai gazifikimit Kosovës, gaz Amerikan për Republikën e Kosovës. Ata që kanë dalë gazin Amerikan, ata do t'i lëmë anash, do t'a kthejmë projekte më të madh kapitale energjetik në vend, në mënyrë që mos t'importojmë energji plot 1 miliard euro vlerit rrymës për 5 vjet, por rrymën t'a prodhojmë Kosovë edhe me thëngjillin ton, edhe me gazin Amerikan. Rrymë e lirë për njerëzit e Kosovës është qëllimi ynë. Dhe po më thonë e po dëgjoj se duan t'i rrisin çmimet e energjisë elektrike prapë në janar, gjyzotuhem se LDK-ja nuk e lejon gjë të tillë. Çmimet e energjisë elektrike nuk guzojnë të rriten më asnjëherë për asnjë cent më shumë. Prandaj i dashur e llap, ne kemi plan, kemi projekt, mbi gjitha kemi një listë të shkëlqyeshme të deputetëve, kandidatëve për Kuvend Nacional. Ju ftoj për një dorëngritje të madhe për të 110 kandidatët që i kemi një pjesë e madhe tyre na pas kanë nderuar edhe së llap. E keni bukur vështirë të zgjidhni 10 deputet nga 110, por zgjidhni më të mirët, ata që punojnë drejt, ata që punojnë barë, që besojnë Zot në dhej Republikën e Kosovës, po mbi gjitha zgjidhni ata që janë nga llapi e që janë nga BDJ-va. Janë njerëz tuaj,
punojmë për ju dhe do të punojmë për llapin tuaj dhe në këtë drejtim lejoni që në dorë trokitit e mëdhaja t'juaja t'i ftoj një nga një të 5 kandidatët e Podujevës. Me numër 67, Vezir Januzi, doktor shkencë, ish drejtor në Podujevë për 2 mandate, zëvendës ministër veprimtari përkushtruar nga Podujeva. Me numër 66, Shëndrim Softolli, ndërmarrës nga Podujeva dhe aktivist i palodhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Numër 65, Visaroti, ndërmarrës i njohur nga llapi dhe deputet i legjislaturës së vitit 2019. Numër 27, deputetja e respektuar dhe nderuar Rjeta Saliu Abazi, mësimdhënëse me profesion. Dhe me numër 13, Doku i llapit dhe Kremishini. I kene do llapjan të Prishtinës. Ku i keme llapjan të Prishtinës? Jo, nuk më i thirë këtë natë, jo. Ju që një dalë në sheher, lypë në votën në sheher. Naturisht, dhe deputetet e llapit Prishtinës janë t'jujt, janë të fuqishëm, janë njerëz të respektuar e nderuar, mbështetni ata. Besjanin, Dorëntinën, Sokolin, Fadilin, kush është tjetër këtu për Prishtinës. Edhe Ismeti Qenka, edhe Vlora tjetër, edhe Johona Qenka, Sokolin e thash. Sot po e shohën e lista e LDK-s që nga gjysma saj lap e kollak e Prishtinë, prej Shere deri në Podujevë. Votoni LDK, 1, 2, 3. Ju falemnderit, Zoti ju rujt. Ju falemnderit nga zemra.